Shoqata humanitare Bereqeti ka shpërndar ndihma emergjente për qytetarët e komunës së Skenderajt, të cilët janë prekur nga vërshimet e fundit që kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Qytetarë të shumë të kësaj komune kanë mësuar dëme të konsiderueshme si pasojë e rreshjeve intensive të shiut, duke mbetur pa një pjesë të elementeve bazë për jetesë. Shoqata humanitare Bereqeti ka dhuruar për shtabin emergjent të ngritur nga komuna Skenderajt ujë të pishëm, pako ushqimore, batanie, si dhe produkte të tjera të domosdoshme për familjet e prekura. Nga komuna Skenderajt bëjnë të ditur se situata vazhdon të jetë e përkeqësuar, ndërsa falenderojnë shoqatën Bereqeti për mbështetjen që nga momentet e para të vërshimeve. Po ne falenderojmë shumë shoqatën Bereqeti, falenderojmë Njëftyrën e Tërnava, Bashkimin Islamet të Kosovës dhe përfaqësues e shoqatës Bereqetit, të cilët jo vetëm kësaj radhe, por edhe gjatë vërshimeve të 19 janar 2023 na kanë qëndruar afër, na kanë mbështetur me gjitha kapacitetet e tyre, duke përfshi furnizime elementare, batanie, ujë të peshëm, pako ushqimore, miell edhe gjanat e tjera, me të cilat i kemi ndihmuar qytetarët edhe në vërshimet e datës 19 janar 2023, kurse edhe sot shoqata Bereqeti na ka gjendë afër me furnizime me gjera ushqimore, pako pra ushqimore për familjet e prekura, me ujë të peshëm, me mbuloja, batanie, veshëmbathje e gjana tjera. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Skenderaj, Ibrahim Hoti, vlerësoi se këto produkte janë shumë të domosdoshëm për qytetarët në këtë periudhë të vështirë. Në këto ditë të vështira, pas rreshjes të cilat i patë komuna e Skenderajt, sot na ka ndalë ndihmë me pako ushqimore, me jorgana, batanie ndryshme edhe me sasitë e konsiderueshme të ujit të pijes, për të cilën besoj se kemi nevojë. Ne zbashku me koordinatorët tu që i kemi edhe me punëtorët tonë, do ta bojnë edhe shpërndarjen e vendit në duhur mënyrën edhe në kohën sa më të shpejtë. Ju falenderojna shumë. Ndërkaq, përfaqësuesi i shoqatës Bereqeti, Xheladin Mazliu, thotë se organizata ka qenë pranë të prekurve nga vërshimet që nga dita e parë, duke ofruar ndihmë edhe komunave të tjera. Sot këtu në komunën e Skenderajt kena ardhur me këtë kontingjent të ndihmave, që këto ndihma përbëjnë ujë të pishëm, pako ushqimore, batanie dhe jorgan, të cilat ne i ofruam të ekipa emergjente që është krijuar në kuadër të komunës së Skenderajt, dhe ky është një bashkëpunim me komunën e Skenderajt që këto pako ushqimore ose ky kontingjent i ndihmave të ofrohet tek ta dhe këta të bëjnë shpërndarjen të ato familje të cilat janë prekur nga vërshimet në këtë stin të dimrit. Këto ditë kena qenë prezent edhe në disa komuna tjera të cilat janë prek nga vërshimet, siç është Fushë Kosova, Gjakova dhe Drenasi, dhe do të mundohemi të jemi pra ato ku ka nevojë të jemi na me ndihmat tona, falë gjithherë donatorëve tonë të rregull që i kemi në kuadër të shoqatës Bereqeti. Nga rreshtet e fundit të shiut, shumë shtëpi kanë pësuar dëme të mëdha në disa qytete të Kosovës, ndërsa shoqata humanitare Bereqeti ka vazhduar angazhimin e saj për të ndihmuar familjet e prekura me produkte bazë për jetesë.